Përshëndetje, unë sot kam ardhur në pustet dhe do t'ju tregoj një muze shumë të veçantë. Është muzeu etnografik dhe unë jam këtu me mësuesin për të na treguar si ka ngritur këtë muze. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Si ju vjen një ideja për të krijuar një muze në Pustet? Atëherë këtu jeni në fshatin Pustet dhe këtu jemi në mini muzeun e fshatit Pustet, etnografik, që është ndërtuar para 5-6 vitesh, ku ideja ka ardhur rastësisht duke pasur shumë objekte dhe duke i ruajtur këto objekte me fanatizëm bes pas brezi në familjen time dhe ti vendos në këtë pjesë të familjes time që ti ekspozoj dhe ti ruaj edhe në vazhdim. Dhe për të gjitha ata që do vinë, ju sugjeroj që ta vizitoni sepse është shumë i veçantë. Këto janë të gjitha fotot e familjes juaj apo jo? Po. Kemi dhe vegla muzikore. Të gjitha këto janë të ruajtura të familjes apo i keni grumbulluar? Të familjes time dhe një pjesë të grumbulluar nga njerëzit më të afërt të familjes time. Ndërkohë do t'ju tregoj edhe dhomat e tjera të muzeut. Janë vërtet shumë interesante. Faleminderit që na pritët sot. Faleminderit edhe juve. Pjesët më të bukura në fakt që ka ky muze, pasi në të janë të ekspozuara të gjitha veshjet e zonës, veglat e punës, por edhe pjesët e qëndrimit në shtëpi, siç ishte kuzhina, për të ngrënë dhe veglat me të cilat prodhohej gjalpi, siç është kjo këtu.